Paratë e të siguruarve nga shtylla e dytë pensionale janë pronë personale dhe janë të trashëgueshme. Nga Asociacioni i Shoqërive për Menaxhimin e Fondeve Pensionale janë të prerë se ideja për nacionalizim, e cila u shfaq në opinion, nuk është zgjidhje, sepse paratë që do të transferoheshin në fondin shtetëror pensional do të shpenzoheshin për 1 vit e gjysmë deri në 3 vjet. Kryeministri Mickoski së fundmi paremroi se do të mendohet për një reformë pensionale dhe se shfrytëzuesit e shtyllës së dytë mund të befasohen dhe zhgënjehen nga shumat në llogarinë e tyre. Ndërsa në opinion u përfol edhe mundësia që shtylla e dytë të mos përjashtohet nga mundësia e shfuqizimit. Ono što je važno je дека treba да знаат осигурениците дека средствата во вториот столб се личен имот, кој што е наследен и без разлика дали се работи за осигурување во текот на работниот век или по пензионирањето, тие имаат зголемен степен на заштита, освен семејната пензија која останува како право, дополнително е и правото на наследство. Guvernatori Trajko Slaveski së fundmi doli me një prollogaritje se ndërmjet 80 dhe 90% të pensionistëve të ardhshëm, të cilët do dalin në pension në periudhën 2030-2032, mund të kenë pensione të llogaritura nën minimumin ligjor, gjithsesi të mos mund të sigurojnë as pensioni minimal. Nga asociacioni janë të prerë se shtylla e dytë është plotësimi të parës dhe është futur pikërisht për stabilizimin e fondit shtetëror. Ata thonë se kërkojnë zgjidhje ligjore për të ashtuquajturat multifonde, të cilat do të siguronin pensione më të larta. Минималната пензија е пресметка која што е под законски утврдениот праг, што значи дека таму треба да се врши доплата од страна на државата. Може би е добро за овој тип на пензии, бидејќи такви ќе има и од првиот и од вториот столб. Во моментов околу 100.000 пензионери од стариот систем, од првиот столб се корисници на минимална пензија, да се одвојат како категорија од буџетот на ПИОМ и за нив да се води одделна пресметка колку тоа би чинело на годишно ниво за субвенционирање на тие пензии. Në shtyllën e dytë pensionale ka thuajse 638.000 të siguruar. Sipas shoqërive pensionale, kthimi mesatar që realizojnë fondet e detyrueshme pensionale është më shumë se 5.5% në vit. Mapas ka përllogaritur se 147 persona marrin pagesa nga shtylla e dytë. Pagesa mesatare mujore është 9.878 denar, ndërkohë në llogaritë të siguruarve në shtyllën e dytë pensionale gjenden mbi 3 miliard euro.